Altin Dumani dhe Bledar Maksuti, dy prokurorët e dosjes së Akshit për vendosjen në sekuestro të pronave dhe llogarive bankare të personave të përfshirë, pretendojnë se masa është e nevojshme për të ndaluar tjetërsimin apo asgjësimin e tyre. Përfaqësuesit e akuzës thonë se pa një bllokim të menjëhershëm të këtyre aseteve, ekziston një rrezik i lartë dhe konkret që këto pasuri të tjetërsohen, asgjësohen apo të transferohen te të tretë, duke e bërë të pamundur realizimin e drejtësisë dhe rikuperimin e dëmit ekonomik të shkaktuar buxhetit të shtetit. Në përfundim arsyetohet se janë krijuar dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se veprimet e shoqërisë e-Solution SHPK shërbejnë një skem tipike të korrupsionit pasiv dhe pastrimit të produkteve të veprës penale, ku subjekti juridik është përdorur si një mjet për transferimin e rishfetit në formë të kamufluar tregtare. Argumenti kryesor i këtij kualifikimi qëndron në fiktivitetin absolut të shërbimit të faturuar, ndërkohë që e-Solution ka prerë fatura në vlera jashtëzakonisht të larta drejt operatorëve ekonomik si Fastech, First, ASS, Soft Solution e tjerë. Hetimi ka dokumentuar se kjo shoqëri nuk rezulton as një kapacitet teknologjik apo burim njerëzor për të përmbushur objekte të tilla konkrete. Evidentimi i faktit të shërbimit të faturuar realizoheshin de facto dhe në tërësi nga shoqëria Soft Solution SHPK provon fiktivitetin e marrëdhënies kontraktore, duke zhveshur transaksionin nga çdo shkak i lishëm tregtar dhe duke kualifikuar atë si një transfer të përfitimit të parregullt me natyrë korruptive. Këto pagesa nuk përbën kosto për punë të kryer, por përfaqësojnë çmimin e përfitimit të parregullt korruptiv që i jetuari Ergyes Agasi dyshohet se ka përfituar në bashkëpunim me titullarin e Akshit, Mirlinda Karçanaj. Kjo skemë e rikthimit të parave krijon dyshimin e arsyeshëm të bazuar në prova se kemi të bëjmë me një shërbim të parregullt, ku paratë e taksapaguesve janë rikthyer tek personat me lidhje të ngushta mes të hetuarës Mirlinda Karçanaj në cilësinë e titullares së Akshit, si shpërblim për garantimin e fitimit të tenderave, duke krijuar dyshime të arsyeshme të bazuara në prova mbi ekzistencën e elementeve të figurave, të veprave penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv, të personave që ushtrojnë funksione publike, pastrimit të produkteve të veprës penale të kryera në formë të veçantë të bashkëpunimit, atë të strukturuar kriminal, thuhet ndër të tjera në dosje. Vlera e pasurive të sekuestruara shkon në rreth 40 milionë euro.